Ditë më parë, Kuvendi i Kosovës pranoi një letër mos përfillëse dhe pa përmbajtje arrogante nga kryetarja e Gjykatës Speciale Ekaterina Trendafilova. Ky kuvend, përmes një rezolute, ngriti shqetësimet serioze për cënimin e të drejtave të krerëve të UÇK-s në Hag, por mori një përgjigje të thatë dhe sipërfaqësore e byrokratike. Kjo çështje nuk është vetëm mungesë e transparencës, por edhe mos respekt ndaj institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës. Që nga themellimi i dhomave të specializuara të Republikës së Kosovës, ky është komunikimi i parë i kësaj gjykate me neve. A e dini pse? Sepse Trendafilova dhe Bashkimi Evropian Kuvendin e Kosovës e konsiderojnë si një nën surrogate, derisa prindër ligjor e konsiderojnë EULEX-in UNMIK-un dhe rezolutën 1244. Gjykata Speciale është duke bërë një devijim të tmerrshëm të mandatit që ja ka dhënë ky kuvend. Ajo duhet t'i raportoj Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo gjykatë është e Kosovës vetëm në formë, ndërsa kundërligjshëm po funksionon jashtë kontrollit efektiv të institucioneve të Kosovës. Ajo financohet nga Bashkimi Evropian dhe përmes EULEX-it operon në një hapësirë status neutrale të lidhur me rezolutën 1244. Të dashur kolegë, dua të përshëndes qëndrimin dinjitoz të zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme të Republikës së Kosovës, zotin Glauq Konjufca, që e bëri në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku po aty kërkoj që kjo gjykatë të raportoj pikërisht në kuvendin të cilin e ka themelu. Dhe kur ministri i jashtëm i Kosovës e ngre këtë çështje në forumet më të larta ndërkombëtare, atëherë është detyrë e këtij kuvendi që të mos heshtë. Prandaj sot kërkohen disa veprime urgjente. Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të kërkojë llogaridhënie nga Bashkimi Evropian nga shtetet financuese. Duhet të kërkojë sqarime institucionale nga EULEX-i dhe urgjentisht duhet të ndalojë raportimin e EULEX dhe në UNMIK përmes rezolutës 1244. Kjo gjendje hibride ku Kosova mban emrin dhe të tjerët mbajnë kontrollin nuk mund të vazhdojë. Prandaj, ne si Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të ftojmë urgjentisht në raportim Presidentën e Gjykatës Speciale Ekaterina Trendafilova, ombudspersonin e kësaj gjykate dhe pse jo dhe shefin e EULEX-it. Por këtë duhet ta bëjmë me unitet të plotë. Unë besoj se Komisioni për të Drejtat e Njerëzit, ku jam nënkryetar bashkë me Komisionin për Legjislacion, mund të udhëheqin këtë proces dhe për këtë kërkojmë mbështetje nga të gjitha grupet parlamentare shqiptare dhe të komunitetit jo serb. Faleminderit shumë.